Gjë që është normale nga ana e kinezëve që ja japin të gjithë të ftuarve, por për persona që kanë parë atë që njihet si body language apo gjuha trupore, momentin që Xi Jinpingi nxori në tapet të kuq Trumpin, ministrat kinez, si për shembull ministri i jashtëm Wang Yi, të cilët në të kaluarën e kanë sulmuar hapur Trumpin për deklaratat e tija armiqësore, edhe në këto momente pritja ishte armiqësore. Domethënë, kush shikonte tyrën e Wang Yis edhe diplomatëve të tjerë kinez, ishte një pritje e egër. Dhe në takimin e parë, që patin datën 13 maj, nëse jam gabim, Trumpi sapo erdhi në Beijing, Pekin. Në takimin prej 3 orësh me Xi Jinpingin, dhe e parë që i tha Xi Jinpingi, i tha që përsëritet zërin nëse rregullon pa regjia. Po. Dhe regjia zërin të lutem se përsëritet. Po. Dhe gjë e parë i tha Donald Trumpit është që në qoftë se do merreni me çështjen e Tajvanit, ajo është bie kuqe dhe ne do kemi probleme. Për persona që i njohin kulturën aziatike, sikur e njohun, aziatikët nuk janë si ne evropianët. Domethënë, ne nuk ta themi llafin e fundit në fillim. Ata janë shumë të përmbajtur. Por mënyra se si kinezët e trajtuan Trumpin, për ata që kuptojnë mënyrën se si sillen aziatikët dhe në veçanti kinezët, ishte mënyrë e rëndë, e drejtë për drejtë. Në anën tjetër, në bisedim me Trumpin, u bisedua mbi luftën tregtare që Trumpi i ka shpallur Kinës, puna e tarifave, e shitjes sojabinit apo fasules soja që Trumpi do që katunaria amerikane t'i bëjë Kinës. Në anën tjetër, Trumpi deklaroi që Kina ra dakord që të blej 200 avion Boeing, megjithse pala kineze nuk e ka deklaruar një gjë të tillë. Por gjëja më e rëndësishme që u bisedua në këto bisedime ishte çështja e Tajvanit, ku presidenti Xi i tha që kjo është vija jone e kuqe dhe ju nuk duhet që ta kaloni. Edhe Xi Jinping i kërkoi Trumpit që të ndaloj furnizimin me armë të Vietnamit, të Tajvanit, të Vietnamit, dhe më pas edhe çështja e Iranit. Trumpi, me sa duket, shpresonte që do merrte një farë koncesioni nga kinezët për punën e Iranit, por me sa duket kinezët nuk i kanë thënë asgjë. E vetmja gjë që është deklaruar deri tani, po unë nuk e kam parë akoma nga pala kineze, thuhet që Kina ra dakord që Irani mos të posedoj armë nukleare, dhe është deklaruar nga Trumpi që kinezët mbështetën idenë për hapjen e kanalit të Hormuzit. Por këto janë vetëm pretendimet të Trumpit që unë nuk e kam parë nga pala kineze deri tani. Dhe me sa duket, edhe nga deklaratat që bëri Trumpi pasi u kthye me avionin e tij për në SBA, Trumpi dhe ministrat që kishte marrë ai me vete, që nga ministri thesarit e tjerë, duken të gjithë të dëshpëruar nga që nuk arritën dot që të marrin atë që prisnin. Domethënë një farë pazari me Kinën, një farë mbështetje me Kinën, ose ndoshta një lloj allizhverishi me Kinën, ku ndoshta amerikanët që ofronin Kinës Tajvanin në shkëmbim të Iranit. Po. Pra, deri në këto momente duket që kinezët nuk kanë marrë asnjë zotim përpara amerikanëve që do e shesin Iranin. Tregtia me Iranin vazhdon, si nëpërmjet detit,
si nëpërmjet linjës hekullëdhore Do, Kinë-Iran. Olsi, do flasim, po desha pak tri të kjo, Tajvanin për Iranin, të ky Alish Verishi që ti thua. Pse është kaq i rëndësishëm Tajvani për Kinën? Tajvani është i rëndësishëm për Kinën si pasojë e nacionalizmit kinez. Nacionalizmi kinez pretendon që Tajvani është pjesë e tij, ashtu sikur pretendonte edhe nacionalizmi shqiptar më herët që Kosova është Shqipëri. Por në vitet e fundit nacionalistëve shqiptar u kanë rënë baterit. E dyta është edhe çështje legjitimiteti dhe vazhdimi i luftës civile. Për personat që nuk e dinë, përpara krijimit të Republikës Popullore Socialiste të Kinës, vendi apo qeveria që drejtonte Kinën ishte Republika e Kinës me qeverinë e Kuomintangut, e cila e ka qeverisur Kinën nga viti 1912 deri në 1949. Si pasojë luftës civile ndërmjet nacionalistëve dhe komunistëve të Maos, komunistët fituan dhe nacionalistët u larguan nga vendi. Domethënë është pak a shumë sikur lufta civile në Shqipëri ndërmjet ballistëve dhe komunistëve, ku luftën e fitoi Enver Hoxha dhe fjala bie sikur ballistët e Shqipërisë ishin arratisur në ishullin e Sazanit dhe të kishin krijuar aty Republikën e Shqipërisë, paralele me Shqipërinë. Dhe duhet kujtojmë një gjë që emri zyrtar i Tajvanit është Republic of China apo Republika e Kinës. Pra, Tajvani i bën parashillëk për çështje legitimiteti Kinës, ka që Tajvani thot ne jemi Kina e vërtet, ndërsa Republika Popullore thot ne jemi Kina e vërtet. Pra është një luftë ndërmjet Partisë Komuniste dhe nëse do t'i quaja ballistët kinezë, të cilët që nga 1949 me Chiang Kai-shin, kur u mundën nga ushtria e kuqe e Mao Zedongit, u arratisën në Tajvan dhe krijuan Republikën e Kinës. Dhe Kina, që nga koha kur Amerikanët bën detentën e tyre, në kohën e Mao Zedongit dhe Deng Xiaopingit, kanë politikën e asaj që quhet One China Policy, të cilin Amerikanët e pranuan që në kohën e Nixonit. Domethënë, Amerikanët njohin Republikën Popullore Kineze si Kinë, por ruajnë status quo me Tajvanin. Tani që nga vitet 70, sidomos me rënien e Bashkimit Sovjetik e tjerë dhe hapjen e Kinës në botë dhe përqendrimin e Kinës, Kina i bën presion gjithë vendeve të botës dhe i thotë që nëse ju doni që të bëni biznes me ne, duhet të prishni marrëdhëniet me Tajvanin. Është pak a shumë politika Serbi-Kosovë, ku Serbia i bën presion vendeve të botës që mos ta njohin Kosovën, ndërsa Kosova pretendon që është republikë e pavarur. Me qartë. Dhe është pak a shumë i njëjti konflikt dhe po tani punët kanë ndryshuar, se Kina e viteve 70 ishte Kinë shumë e varfër, ndërsa Tajvani ishte shumë herë më i pasur me një GDP shumë të lartë. Po tani me zhvillimin ekonomik të Kinës, me hovin industrial të Kinës, ku Kina është bërë superfuqia e botës, Kina ka luksin që blen me lek. Domethënë çdo shtet që ka marrëdhënie me Tajvanin dhe prish marrëdhëniet me Tajvanin. E njëjtën gjë bën edhe Tajvani, domethënë biles edhe ky Tajvani që keni ju në Tiranë me stadiumin është ndërtuar me lekë që janë dhuruar nga qeveria e Tajvanit, nga që si Kina, si Tajvani japin lekë për të krijuar lobet e tyre nëpër botë. Dhe për Kinën, Tajvani është mbi e kuqe e para, e dyta, kinezët e kanë shumë të qartë që Amerikanët duan që ta kthejnë Tajvanin në një Ukrainë. Domethënë, Amerikanët, nga që ata nuk bëjnë dot luftë direkte me Kinën, sidomos në këto kushte, ku shumica e
arsenalit judeo-amerikan u hodh në Iran, ëndra amerikanëve është që ta djegin Tajvanin dhe ta kthejnë sikur Ukrainën, pra ta kthejnë në një kurth për Kinën, ku Kina të përfundojë sikur Rusia në Ukrainë, ku Ukraina mbështetet nga gjithë aleanca perëndimore. Ukraina digjet, por Rusia gjakoset. Dhe plani amerikanëve për Tajvanin ky është, domethënë që të provokojnë një luftë kinezo-tajvaneze dhe pastaj të jetë gjithë bloku perëndimor, duke përfshirë Japoninë, Filipinet, Korenë e Jugut, Australinë, vendet e Azisë Juglindore, Singaporin, Indonezinë, ndoshta Malajzinë, së bashku me NATO-n, që të financojnë, edhe Britaninë, kuptohet, që të financojnë mbrojtjen e Tajvanit. Pra, amerikanët duan që ta kthejnë Tajvanin në një kurth për Kinën, dhe ky është problemi që kinezët nuk duan që amerikanët bëjnë. Ndërkohë, Ols, lexohet sikur, pavarësisht se është ende e paqartë, dhe unë jam dakord, por nga deklaratat e presidentit Trump në lidhje me Tajvan, fakti që jemi 9500 milje larg, ndërkohë që Kina e ka 50 milje larg Tajvanin, të paktën këto ishin deklaratat e presidentit, dhe vendimi, domethënë të paktën ka burime të cilat informojnë që Trump ka mbledhur ose mund të mbledh sonte apo nesër atë, le të themi, ekipin e tij për të marrë një vendim në raport me rifillimin e sulmeve ndaj Iranit. Çka do të thotë që duket sikur Trump i ka marrë premtimin Kinës dhe Kina e ka pranuar, sepse ka deklaruar që ne nuk do ta furnizojmë me armë Iranin. Pra, të paktën si lexohet nga deklaratat, se si është e vërteta, unë jam dakord me ty. Si e vlerëson këtë skenar i cili po qarkullon në lidhje me rifillimin e sulmeve të cilat do të jenë në dy skenare, ose do të jenë shumë agresive, ose do të jetë, paktën sipas burimeve që citohen edhe në New York Times, ose do të tentohet që të merret uraniumi nëpërmjet një operacioni special. Tani, për punën e Tajvanit, kur Trumpi ishte në Kinë, për personat që i kanë ndjekur gjithë deklaratat e tij, ai ka ndëtur i trombur. Dhe në deklaratat që ka dhënë sa ishte në Kinë, u mundua pak a shumë që t'i bëj qepim falës kinezëve. Por sapo Trumpi u largua dhe hypi në Air Force One-in, ai e drodhi muhabetin, duke thënë që nuk e kam darë mendjen akoma se çfarë do bëjmë me Tajvanin. Kur sigurisht në Kinë deklaroi që ne njohim Kinën, por duam ruajtjen e status quo-s. Dhe për personat që e njohim personalitetin e Trumpit, Trumpi është një njeri, domethënë, me probleme personaliteti dhe aty nuk i zihet bes se çfarë thotë, dhe kinezët këtë gjë e dinë shumë mirë. Gjëja e dytë është që Trumpi sa ishte në Kinë dhe u pyet nga mediat se çfarë arriti të marrë nga pala kineze për punën e Iranit, pothuajse nuk foli fare. Dhe unë nuk besoj që iranianët do ta shesin, kinezët do ta shesin Iranin, nga që Irani është aleat strategjik i tyre. Irani i bëri nder Kinës me këtë luftë që u bë, nga që Irani harxhoi arsenalin e raketave Tomahawk dhe e lodhi ushtrinë amerikane duke bombarduar Iranin, raketa që janë prodhuar normalisht për të goditur Kinën. Fakti më interesant që ndoshta shumë pak media kanë vënë në dieni, është që Trump ishte në Kinë nga data 13 deri në datën 15 maj. Ditën e dytë kur Trumpi ishte në Kinë, në datën 14 maj, nga gjiri i Hormuzit dolën mbi 30 cisterna kineze me naftë iraniane shumica.
Tani, pse ndodhi ky kalim në momentin që Trump ishte në Kinë, nga që si kinezët, si iranianët nuk i zëjnë bes amerikanëve. Dhe në momentin kur Trumpi ishte në Kinë, ku pak a shumë ai ishte peng i kinezëve, u bë nami në ngushticën e Hormuzit, duke patur vërshim masiv super cisternash iraniane, kineze, që po merrnin naftë dhe po e çonin për në Kinë. Çfarë do thotë kjo gjë? Domethënë, hapja e kanalit të Hormuzit në datën 14 maj tregon që ka një strategji të koordinuar si nga kinezët, ashtu edhe nga iranianët për të nxjerrë naftën në mënyrë masive nga Irani. 2. Kinezët, për personat që kanë mënyrën se si ministrat e Xi Jinpingit e shikonin Trumpin dhe ministrat e tij, kanë shumë të lashe me Amerikanët. Do të kujtojmë që Amerikanët kanë rrëmbyer cisterna kineze nga Venezuela, u kanë vjedhur naftën për të cilën kishte paguar Kina, edhe unë nuk e di nëse deri më sot Amerikanët i kanë kthyer këtë lek mrapsh. Kur janë bërë bisedimet në Pekin, ndërmjet qeverisë kineze dhe amerikane, ndër të tjera, Trumpi i kërkoi kinezëve që të blejnë edhe naftë amerikane. Tani Amerika nuk ka mjaft naftë për të furnizuar Kinën. Por çfarë nënkuptonte Trumpi me blerjen e naftës amerikane është pak a shumë blerja e naftës së rënd venezueliane, për të cilën Kina ka rafineri për ta pastruar. Amerika nuk ka rafinerit mjaftueshme për të rafinuar naftën e Venezuelës. Pra, kinezët, të cilët kanë bërë miliarda dollar investime në Venezuelë, të cilët kanë patur kontrata me Venezuelën, të cilët blenin rreth, nëse jam gabim, 90% të naftës së Venezuelës, kishin shumë probleme me Trumpin, por ata ruajtën atë delikatesën aziatike dhe mos ofendimin që këta nuk e kanë, sigur e kanë njerëzit e bardhë që janë brutale, sidomos Trumpi, ama tensioni ishte aty. Tani, kur Trumpi u tërhoq, apo u largua nga Kina, sa po shkoi në Shtëpinë e Bardhë, ai mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare, me sa di unë mbledhja është bërë dje, ku ata kanë biseduar me Iranin, dhe sigur tregon edhe Jerusalem Posti, pas këtij takimi ai ka marrë në telefon Benjamin Netanyahu, dhe me sa duket, do të kemi një valë të re bombardimesh kundër Iranit. Po, kishte edhe një postim sot, regjia, duhet ta kem atë me AI, ku jo kjo, the clock is ticking, po është edhe tjetra. Po, edhe ky domethënë është një mesazh kërcënues që Trumpi po çon kundër Iranit. Dhe domethënë, se duhet kuptojmë situatën for Iran, okay, the clock is ticking. Do të kuptojmë qeverinë, domethënë situatën e boshtit anglo-amerikan. Se këtë po ja jepja edhe si orë mësimi studentëve të mi sot. Po i përmendja studentëve një nga arsyet se britanikët do hynë në luftën e parë botërore kundër Gjermanisë edhe Turqisë apo Perandërisë Osmane. Dhe arsyeja ka të bëjë me linjën hekurudhore Berlin-Bagdad, të cilën Sultan Abdulhamiti do ta nisi me kajserin gjerman. Ku Osmanët së bashku me gjermanët fillojnë ndërtimin e linjës së Orient Expressit, e cila fillonte në Berlin, kalonte nëpër Ballkan, në Shkup, në Kumanov, nëpër Stamboll dhe përfundonte në Bagdad. Tani nga Bagdadi do merrej nafta e Bastrës dhe Kuvajtit, e cila do shpërndahe nëpër Evropë, dhe pak a shumë në këtë kohë Gjermania ishte pak a shumë Kina e kohës. Gjermania ishte makina industriale e Evropës, por e cila kishte nevojë për naftën e Islamit, dhe arsyeja pse britanikët do sponsorizojnë edhe Laurencin e Arabisë atëherë,
dhe me Sherif Husseinin e Mekës do të nisin atë që do quhet si revolta arabe. Qëllimi britanikëve ishte që të merrnin naftën e Gjirit Persik dhe atë mos t'ia linin as Turqisë as Gjermanisë. Por çka ka ndodhur nga marsi i vitit 2026? Irani ka kthyer mbrapa rrotën e historisë. Se deri në vitin 1914, Gjiri Persik ishte një liqen turk, por ç'a ndodhi është me fitoren e luftës së parë botërore nga britanikët apo nga anglo-franco-amerikanët, Gjiri Persik u kthye në një liqen judeo-amerikan apo judeo-anglo-amerikan. Dhe kjo situatë ka vazhduar për më shumë se sa 108 vite. Në luftën, kur nisi lufta e dytë botërore, Amerikanët që ju trëmbën Reza Shah Pahlavit, babahit të shahut fundit Muhammed Reza, apo gjyshi i këtij princit Reza Pahlavit, nga që ai simpatizonte Hitlerin, bën grushtetin në Iran dhe e rrëzuan Reza Shahun dhe sollën Muhammed Rezën. Pse e rrëzuan Reza Shahun? Nga që Reza Shahu kishte marrëdhënie të mira me Hitlerin dhe ata nuk donin që Gjermania të kontrollonte naftën e Gjirit Persik. Pra, si lufta e parë, si lufta e dytë botërore, nga anglo-amerikanët ka patur si objektiv kontrollin e naftës. Ama çfarë ka bërë Irani me atë me bllokimin e kanalit të Hormuzit në mars të këtij viti, Irani ka privatizuar sërish naftën e Islamit. Dhe Gjiri Persik, i cili përpara datës 28 shkurt ishte një det që kontrollohej nga judeo-amerikanët, nga marsi deri në këto momente që jemi maj të vitit 2026, ai është kthyer në një liqen iranian. Në qoftë se iranianët nuk duan, judeo-amerikanët nuk marrin dot naftë dhe nuk hyn dot në Gjirin Persik. Dhe kush është Gjermania e momentit? Gjermania është Republika Popullore e Kinës. Shumë analogji interesante. Po, sepse sot fuqia industriale e botës nuk është më Gjermania, as ajo e luftës parë, as e luftës dytë botërore, por fuqia është Kina. Kina është fabrika e botës, por që kjo fabrikë të ekzistojë, ju ka nevojë për naftë. Dhe ashtu sikur në 1903 Gjermania dhe Osmanët nisën ndërtimin e Kurudhës Bagdad-Berlin, Kina me larg famësim e Xi Jinpingit, nuk është se po dua t'i lavdëroj kinezët, kam kritikat e mia, por me atë që quhet projekti One Road dhe One Belt. E kam hartën regjia. E kam hartën ku është ajo e Kurudha. Te faqja Olsit e Mora. Po, edhe po mundi që ta nxjerrë regjia, domethënë kinezët kanë ndërtuar linja kurudhore nga Teherani, nga Bandar Abbasi, ku është porti i naftës, e deri në Pekin dhe në Shangaj. Pra, kinezët edhe një mbyllje totale që anglo-amerikanët mund t'i bëjnë detrave, se duhet kuptojmë edhe gjë tjetër. Pse Trumpi është shumë i shqetësuar për Iranin, përveç që është në shërbim të Izraelit dhe që është i rekrutuar nga Mossadi izraelit, shqetësimi i amerikanëve është për kontrollin e atyre që quhen the choke points, apo pikat e bllokimit botëror. Po. Britanikët kontrollojnë Gibraltarin, po duan në rast lufte, britanikët mund ta mbyllin ngushticën e Gibraltarit, mund ta mbyllin detin Mesde. Bosforin e kanë zyrtarisht turqit, por sipas marrëveshjes që është bërë, kam harruar, më duket marrëveshja e Luzanës, për kush është, në rast lufte turqit nuk kanë fuqi mbi Bosforin. Ngushticën e Malakës, ku jam unë këtu, në Malajzi, me Singaporin, e kontrollojnë anglo-amerikanët. Biles përpara disa javësh një ministër indonezian deklaroi që tha, duhet bëjmë edhe neve tarifa në ngushticën e Malakës, sepse ngushtica e Malakës për personat që nuk din është
është këtu mbrapa meje, nuk e di ne shikoni Po, dot. po, ja se e vendosim, e kemi edhe ne këtu, Olsi.